Po im fshatin Zaçisht, sot 25 mars 2025, më orë për t'i dhënë lam të mirën e fundit veteranit invalid të QK-s 54 vjeçorit me gjatë Murat Kabashi. Tash do i shihni edhe disa sekuenca se si ka qenë Zaçishti në vitin 99. Pushtelia falë Zotit, falë luftës e gjakut derdhër, duke mos harru ndihmën e aleatëve. Unë ku me nejtë, edhe ajo në dilë si unë në përsa kokë. Shtritë shqiptarë të Kosovës ta respektojmë dhe të kryojnë habaqe deri në vendin ku do të kryen homazhet. Homazhet me vendosin e arkivonin, du të jemi prezident Vojtoni. Rastin e ndarjes nga jeta e bashkëluftetarit, invalidit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ju ftoj që në nderim të veprës dhe lavdis që bart mbi supët e tij i ndjeri të mbajmë për pak qaste heshtje. Lavdi. Nderuar familjar të ndjerit Baca Murat, me djem familjar, ju familjar nga Zoçishti, të pranishëm këtu sot që po e nderoni veprën sublime të birit tuaj, vllaut ton, bashkëluftetarit ton, me rastin e vdekjes dhe humbjes së madhe që sot po e ndjejmë për bashkëluftetarin ton, duke ju përshëndet gjithve, në veçanti pjesëmarrësit që sot këtu janë me ne, që na kanë nderu me këtë rast
Dhimbje, Loti, Piklimi. Falenderojmë shoqatët e dalura nga lufta që janë sot prezent këtu me pjesëmarrjen e tyre. Kryetarin e komunës, bashkëluftetarin e të ndjerit, zotin Smaj Latifi. Komandant që i prin luftës së Kosharës, Hysen Berisha, Anton Quni, ushtar të ushtrisë shkrimtare të Kosovës, veteran, invalid, miq dashamir, të gjithë që jeni sot këtu prezent me këtë rast dhimbje, ju falenderoj dhe do ju kërkoj që të kemi pak durim sepse do flasin dhe do na nderojnë figurat e njohura të lokalitetit dhe të luftës. Me këtë rast ftoj në emër të organizatave, shoqatave të dalura nga lufta, Dega në Rovec, kryetarin e organizatës së veteranëve Rovec, zotin Qemal Krasniqi, që të na evokoj kujtime për të ndjerin. Të pikëlluar familjar të Nexhat Kavashit, të pikëlluar bashkëluftëtar, shok e miq, pranoni ngushëllimet e sinqerta dhe thella të bashkëluftëtarëve, shokëve tonë dhe të gjithë atyre që e deshën dhe e nderuan Nexhatin. Nuk ka varr luftëtarit lirisë, ku të mos ketë hyrë fara e lirisë e prej aty të rriten frutet e saj. Shkruan te një mendimtar. Prandaj, vdekja e një luftëtarit të lirisë nuk konsiderohet e zakonshme, nga se gjurmët e jetës dhe të veprimtarisë së tij vazhdojnë të jenë udhëruar. Të rreshtohesh në ushtrim që ja ktheu nderin e dinjitetin të kombit shqiptar, siç ishte ushtria shkrimtare e Kosovës, nuk është vetëm detyrë, por edhe nder e përgjegjësi e lartë morale e adetare. Kishte lindur në kohën kur pranvera përhap aromën ndeset e luleve, atëherë kur jeta rilind bashkë me shpresën për jetë më të mirë, me 6 maj 1971. Ndërsa u larguan nga kjo botë në kohën kur sythat e parë pranveres zënë qelin lulet e para. Këto data sikur e përshkruajnë shpirtin e një njeriu që dashuron jetën. Iku në kohën kur gjithandej në komunën tonë organizohen përkujtimore në nderim të atyre që ranë në përfushbeteja në marsin e vitit 99, si dhe të shumë njerëzve tanë të dashur që u vranë e u masakruan mizërisht nga ordhit serbe. Kështu, sikur na përkujton faktin se luftëtarit të lirisë i ka hije vdekja pikërisht në kohë të tilla. Nexhat Kavashi, djaloshi që pa menduar 2 herë u bashkua me shokët në frontin e luftës dhe në frontin e zjarrt të Kosharës, mbetet shëmbëtyr për brezat. Ai e kreu me nder e kënaqëri detyrën që ja ngarkoi dheu në një epokë të rëndësishme të historisë tonë, prandaj meriton respekt e mirënjohje. Plagat që i mori në këtë betejë mbetën vulë një kohë të vështirë të rrezikshme dhe u bën vulë e lirisë tonë. Pra, Nexhati që i gatshëm të flijojë gjithçka për të mirën e përgjithshme, prandaj mbetet emblem e kësaj lufte heroike. Pas përfundimit të luftës, ju rikthye jetës familjare dhe vazhdoi aty ku e pati lënë. Vetëm se tani në përkëmb nuk i kisilleshin Jovanat e Stojanat, ndërsa në radhat e ushtrisë së Republikës Kosovës ishin futur shokët e tij të luftës, të cilët e vazhduan misionin e shenjtë për ndërtimin e lirisë. Dhe është nder i veçantë që një ushtar i lirisë për cilët në amshim nga uniformat e respektuara të vendit, respektivisht të ushtrisë së Kosovës. Nexhati ishte djalë i qetë, i buzëqeshur, përherë optimist për jetën. Karakterizonte një thjeshtësi admirueshme, ndonse në trup kishte plagën e rëndë që ja vështirësonte jetën. Nuk u ankua dhe nuk mallkoi fatin e tij. Përkundrazi, u bë sinonim i qetësisë, dashurisë e madhështisë së një luftari i devotshëm që kreu me nder detyrën ndaj kombit. Mbase familjarët dhe shoqëria mund të kenë mbetur të zhgënjur me të për faktin se kanë pritur edhe më shumë kontribute ngaj, mirë po sëmundja e nënshtroi dhe pasi i përballoi me dinitet dhimbje të mëdha, ju dorëzua vdekjes në moshë shumë të re. Fëmijëve të bashkëluftarit tonë Nexhatit, Leonitës dhe Bajramit, u themi ta mbajnë kokën lart. Babai juaj nuk ju ka kuritur. Ai luftoi e qëndroi burrisht dhe pas ju ka lënë një trashëgimi të pastër. Kjo trashëgimi
ju obligon që të bëheni fëmijë të mbarë dhe të vazhdoni të punoni shumë për ta përmbushur dëshirën e babait tuaj që të arrini rezultate sa më të mëdha në jetë. Të jeni krenar për babain tuaj, për vlerat që ai përfaqëson si veteran e invalid i luftës me zemër të madhe. Qofti pa harruar kujtimi për të. Lavdi e nderim luftarët lirisë Nexhat Kabashi.